deputetët të tanishëm të partive opozitare i bëjnë këto sjellje pa pasur një kauz, përveç në dëm të një marrëveshje të mundshme, e cila edhe do ta zgjidhte çështjen e presidentit. A janë të krahasueshme këto? E para kauz ka qenë asociacionin të cilin këta e kanë pranu komplet. Vetëm se gradualisht po zbatohet. Komplet është pranu. Domethënë kauz ka qenë. Këta e kanë pranu me lehtësi dhe fatkeqësisht ka kompetenca ekzekutive shumë më shumë se sa në atë kohë kur ne kemi kundërshtu bashkë. Kurse sa i përket demarkacionit, e kanë pikërisht zotin Bulliqi, se sot është kryetari i komunës së Podujevës, i cili ka marrë 10.000 euro prej buxhetit të Kosovës atëherë për një raport, dhe cilin fare kur nuk e kanë lëviz. Pse? Sikur se këta kanë shkel mbi gjakun e Astritit, të lutem, pse nuk e zbardhen rastin Astrid Deharit? Pse? Sot fatkeqësisht, Avni Dehari bjen në këtë mosh, bjen situatë, bëhet si një kukull plastike dhe nuk është në gjendje me marrë një veprim. Edhe me thonë unë sot, prej këtij momenti jap dorëheqje, në qoftë se nuk respektohet rregulloria ku vendit, në qoftë se nuk respektohet kushtetuta e vendit. Pra, në qoftë se më falni që po përmend, por në fundit edhe vetë kam qenë deputete, pra e pres edhe sot kësaj dite sikur se e presin gjithë zbarin e fatit Astritit. A kanë përmend ndonjëherë? Zotri Dehari, i cili është kryesuesi i seancës konstituive, konsideroni që ka marrë rol politik dhe nuk po e kryen këtë detyrë? Jo rol politik, po është një kukull, fatkeqësisht, në moshën e tij. Historisë vendit po